që po do të në konë vendin tonë dhe kishe lyp qatë pemën e gjenetit që ka hongër, pemën e ndaluar, se ma mirë ishe duk. Po det, po, që shumë këtë degenerim. Në dukemi mirë për burrat e tonë, për familjet e tona, e jo për të lishfar të qenë të sokakit, që mendojnë si ti. Që buri ma ka pru qajin zafran. Që ky qaj është zafran. Ky qaj është shumë i mirë me pinë bramje, për ata që kanë ankth, që janë të shqetësuar, që nuk i merr gjumi, që kanë nervoz, që kanë pasur një ditë të lodhshme. Safran është fijet e voglat, ato fjollat e luleve. Faleminderit lule. Dhe mund t'i bleni në barnatore, janë pak i shtrejt është, si qaj, edhe i qitni vetëm kështu me gishta i kapni, ja disa fije, pak sheqer, edhe me një lugë të drunit, i shtypni ato sheqerin, pak sheqer edhe një sa i kap gishti, pak disa fije, jo shumë, se këto gjatë ditës nuk preferohet me pi, përveç fëmijët të cilët kanë nevojë për me fjet, ajo ata që ka punojnë, sepse kjo të shtin me flet, gjumin ta rregullon. Kështu që i merrni ato fijet e zafranit, pakës sa me kap shumë me majet gishtave, pak sheqer, edhe me një lugë të drurit, i shtypni mirë ato, edhe ja qitni ujin, edhe kjo që koni çfarë ngjyrë të bukur e merr si të arit. Kjo pra është qaj zafrani, i preferuar, por jo për shofera, sepse mund me marrë gjumi, zotin arrit në aksident. Gesi, po, ajde nënës tënde shko të regoja që ato fjallë, pse moj nëna jeme së m'ke eduku? Bravo be moderator Sherifi, Sherif aktiv, mashallah. Jo, nuk është qaj nga Arabia, nuk rritet në Arabi, është qaj mas shumë është rritet edhe në tokat e tona, edhe një shqiptar, kosovar, s'di sa hekter i kam ledh me kësi lule, janë si lule si zafrani, si të ngjyrë vjollce, edhe i kanë aty fijet e voglat ngjyrë portokalli. Rritet edhe në Kosovë, përpara është rrit edhe tash USAID e ka financu këtë projektin, sepse është qaj tepër i shëndetshëm, edhe rritet mas shumti në Iran. Në Iran, 1 hektar tokë del 1-2 kilogram lule zafrani. Mirë po kjo rritet gjatë vitit, sezonit 3-4 lule, rriten në një degë, të vogla e përdhese, falenderit, të bëft mirë zena, falenderit, edhe mirën vetëm ato fijet e luleve. Kjo është shumë e mirë edhe për qarkullimin e gjakut, gjithashtu edhe gratë kur janë në kohën e klimaksit, edhe para menstruacioneve, do me thënë periuda kur është ato ditët kur para se mi ardhë menstruacionet që kanë siklete tjera, për ndryshe shmundani me këshyrë në ChatGPT, çfarë do bi për gjakun, për infekcionet, po ma shumë janë për qetësim këto, janë si lloj droge, ashtu themi. Po jo drogë që është ndaluar. Që kjo është shafran. Në përshe? Shafran, në gjuhën shqipe e kanë shkrujt. Kjo është blehet këtu Lucianum Qenka, kjo film blehet në përbanatore sa e di, apo në për këto dyqanet e që ka janë këto arabt, këto të vllaznit musliman, të 4 lullat, ku shesin shamia, ku shesin gjona islame e tjera. Dhe që shikoni si duket kjo zafrani, pra që unë po e bëjt gatshëm për nesër, që shikoni, që sa pak fije ku marë, se zguxon ma shumë.
Qëto, i qesim këtu. Alo? Jo, mundi edhe disa. Se kjo është dhe shtret, vetëm që kjo është 10 euro, po kjo të qonë 20 dit, po në që se e pinë ti çdo mramje rregullisht, qashtu mësohet organizmi, mas 5-6 dite keme pa çfarë efekti ka me ranë. Edhe e qëtë, do më thënë që aty pak disa fije, si që për e shihni, edhe e qëtë pak sheqer, shumë pak sheqer, edhe me këtë pjesën tjetër, e shtyp këta. Shtu e shtyp. Se këto grimcohet, kjo bën grimcat vogla, edhe kur sa ma shumë që grimcohet, ajo që ma shumë i qetë ato vetit ushqyse që i ka, shëruse. Edhe kur e grimcon kështu, ajo e jep ngjyrën si t'ja qetë ujin e nxehtë, me njëherë e jep ngjyrën si soj. Që është fa ngjyre. 2 fije, edhe këto fije që mesin këtu, kur mos i gjuni, se këto janë edhe të shtrejta, apo edhe janë të dobishme, këto i pinë në organizëm komplet. Edhe kjo para gjumit është tepër ushqyse. Që qështu, dhe? S'kini nevoj mi qitë shumë qaj, se e ka një aromë tepër të mirë, që kjo u bë gati, këta e lajmë për nesër, se 2 qaja mos po mbajnë zarar, pra që tu është ajo e përzime, që ato fijet e zafranit. Që pra që shdu këtë zafrani? Fijet e lules. Shafran. Kjo që kjo është 7 euro, 8 euro. Që i ka ble burin duket në banatore. Po lypni disa vende se ka edhe 10 pa lidhje, po kështu lypni disa vende dhe i bleni. Anë që se shkoni në Iran i keni shumë lirat. Jo, s'janë në hapa, marova hapa. E këto janë për qetësim. Për qetësim janë, mirë po mas një jave ti e kupton çfarë reagimi banë. Ferizaj po thot, oj shtrigo alaje ka miresh me këto budallakina. Po thu budallakina janë me pi qaj zafrani? Ani për vlajem, hajde shkon mjot e ti se ki vendin këtu, se mos po budallavesh të në ndëgju neve. Hajde shkote në najote, thuja që ato fjalë tjera që s'po mundi me t'i ledzu, se i kitë pista. Shkotu janë në stande që. 1 kilogram në Amazon 7,90. Wow! Kjo është mrekulli, po s'dija është leta që kjo, do me thënë shafran. Se në Iran është 10 gram i ki 10 euro. Qa po thonë si kur drogën, qatë sa kushton droga, më ndosh stis po di, a kushton qatë. 7 franga, bravo! Do me thënë, sa bleni barna, ma mirë bleni qëto qajnat edhe janë tepër të mirë, por gjithmonë këshurën edhe domethënien edhe përbërjen. Ujin nuk bën mja qit valë prej të vlumës, sepse ajo me njera vullohet, po mja qit pakës sa të nalet ajo valvitja e ujit të nxehtë. Unë jetoj në Prishtinë për ndryshe që 15 vite, për ndryshe jam nga Prizreni, jam prizrenase e lindur në Prizren, në moshën 40 vjeqare ka marrë këtu. Edhe shpozena, shumë pak ka gota, që sa pakës. Po, mirë është. Që kjo qonë për shambull, një muj ditë në qofse qetë me mas, veç edhe për fëmit, që nuk rahatohen, që kanë dhimbje në bark, janë të shqetësuar, këto për fëmijët mundesh me përdor edhe gjatë ditës. A për të rriturit që vozisin me vetur, kurse si. Sepse kjo qetëson, a nëse nuk ke me dalë dikund, je në shtëpi, nuk ke obligime, liri shtëpie pa problem.
kush shkon në Iran atje mundet me ble ma lirë, po që edhe në Zvicër që në ka po të 7 franka nuk është shtret, 10 gram. Qyteti ma i mirë, po Bretoni? E të nderuar miq, selam aleikum, juve që s'jo përshëndetja të në pse BMW po qanë. Inshallah këto fjalët e tua, këto lotët e tua me këtë qabe të bukur qofshin dëshmi para Zotit. Që ti je për Zotin, ti je për dashurin ndaj Zotit, ndaj profetit dhe dashurin ndaj njerëzve që jemi këtu, që e duam Zotin, e duam profetin Muhammed, e duam profetin Jezusin Isën si profeti Zotit, i duam njerëzimin e umitu qajt për më dhoja, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na ka mësuar se nëse dëshironi të jetoni të lumtur, atëherë duani të vegjli, të respektoni të mdhenjet. Nëse i respekton të mdhenjet, ata do të duan ty. Nëse i don të vegjlit, ata do të respektojnë ty. Prandaj kjo është formula e lumturisë, gjithashtu edhe na mëson profeti, mos atë nëse shikon në jashtësi, zi e gjonat këqija, shëmtin e kim brenda teje. Nëse në jashtësi sheh bukuri edhe nuk sheh gjëra për të kritikuar, atëherë mirësia është në zemrën tuaj. Mos e lejoni që në zemrën tuaj, ku Zoti ka thënë që unë kam vendin të zemrat e juaja. Qerim, po bën një pyetje, mundesh edhe me hyj edhe mundesh me pyet me shkruaj. E nëse në zemrën tonë e fusim urrëtitjen, atër dashuria ndaj Zotit dashuria e Zotit, vendi i Zotit në zemrat tona, që ka thënë unë jam afër, ajet kuranor, sa damari i zemrës. Mere me mend zemra edhe damari i zemrës. Pse? Sepse thot Zoti unë jam aty. Që kjo frimarja? Kjo do me thënë ai, Allahu. Gjyshja s'ka qenë pse ja qitë tash i ftofët. Mirë. Ne, s'është mirë. S'është mirë. Unë Jo që edhe përshëndet. Mos fol pa dije, se ki me dhënë llogari. U këthi. U të i. E kush je bre ti, as nuk i fytyr, as nuk i emër, e kemet me vlerësu, ti i gbale Berisha Hudutin, pa dije e me dije. Hajde be vlla shkoflej Allah ile. E shkoflej se të paska kap gjumi. Hajde ta bëjmë mute, mos na prish këtu mohabetin. Përshëndetje tërpika, mirë jemi, faleminderit. Ora është 23:06 minuta, unë mendova me ne deri në orën 23. Dhe po e mbyllim nga dal, faleminderit që ishit me mua. Arta u largu, po s'ka dert. Followat kanë bërë. Follow ju lutëm bëni like, së shpejti do të na shihni ndoshta në Big Brother. Mos harroni bëni share, bëni edhe naj televotim. Votoni për Sali Berishën. Ta shohim se jam femra e parë në botë që po hyn në Big Brother me mbules. Inshallah him se ende respekte faleminderit loku. Pas keni një look të interesant të bukur, të hishëm mashkullor. Ama şey benim değil. Dedemin bu. Gümüş. Şu ip var ya. Onda zincir vardı. Ama zinciri koptu. Onu yaptım. Që se keni mendu për këto rryma e kanë Zotin e vetë, Zoti është vetëm një, nuk ka Zot tjetër. Po mvaret si e kemi predikuar, si e kemi besuar verbërisht. Jo TikTokin, respektoje Shamin, jo TikTokun. S'po kuptoj. Shamia respektohet, nëse nuk fyet, nëse nuk shohet, Ha hediye. nëse nuk dridhet e zhdridhet.
keyfli var. Okej, të nderuar miq, kaq ishte selam forever. Annem de çok Ne güzel. çka sigurinë Çok güzel elinde po, sallıyor, böyle bir BMV, hareketleri. mrish alan, ose je njeri, mrish edhe e kuptojsh çka është e bukura dhe e shëmtuara, e mira dhe e keqa, e errta dhe drita, mirësia dhe ligësia, Dedek. smirkeqi dhe mirëbërësi, İşte të gjitha aklımdaki do tek të soru şey, kuptoni. pazartesi gittiğimiz Kurve të her diesoni. sezonda kaynak var, kırılmış. Dikush po don me Canlanmış, hajde ondan forever, po sonra s'ki emër, s'ki koxhon për djalin, zotni. En 150 euro. Okej, po e lajm për tjetër herë, se zakonisht pa emra nuk i marr. Sherif, faleminderit që ishe vllai i nderuar këtu për na ndihmuar, faleminderit juve të gjithëve miqtë e mi të dashur. Ishin disa biseda kështu vllazërore, miqësore, besojmë se nuk ju kemi shqetësuar me prezencën time, besoj se nuk ju kemi irrituar, po keni pas dobi nga fjalët që i folëm, këshillat që i dham. Nëse kemi bërë diçka gabim, ajo është nga vogëlsia ime, nëse kemi folë diçka të madhe, të bukur, ajo është nga madhështia e Zotit, e cila depërton tek mendja, zemra, shpirti njeriu, e pastaj njeriu ja përcjell njeriu tjetrit përmes komunikimit, bashkëbisedimit. Wow, besoj se kemi kalu një natë të bukur. Nëse rastësisht ka dikush edhe ndonjë pyetje të vogël, mirë se na erdhe të relaksi, relaksi. Relax. Onları da yine alıyor. Kështu me radhë pra. Ishin ja do biseda të thjeshta, të mira, u kënaqëm. Edhe një këngë të bukur, të cilën e kam kënduar me Zhoxhë dhe Mia 95 yok. 65 kur yok. kam qenë në Burg. Küçük 45, büyük Dhe kjo këngë pak më kthen në nostalgji. Zotni nderuar, kur nuk dëshpërohesh, kur ta jep një gjë dhe nuk e jep jo se meritojnë njerëzit, sepse njerëzit nuk e meritojnë shpeshherë të mirat e tjetrit, sen bir yere por ne jemi, duhet me qenë mirënjohës Zotit që kemi mundësinë me u bë humanist, me i ndihmu njerëzve, por mbi të gjitha, çdo vepër që e bëjmë, gjithmonë kur e bën, mos shiko me të thënë faleminderit kërkush. Vetëm falenderoje Zotin dhe thuj faleminderit o Zot, unë po e bëj për hir tëndin dhe mos kërko mirënjohje, mos kërko respekt, se në momentin kur e bën një të mirë dhe kërkon me ta ditë njerëzit, Zoti nuk ka me ta ngret atë mirën tënde në lartësi. Por bëne për hir të Zotit, sepse sot edhe vetantarët e familjes që jemi, shpeshherë gruaja nuk e meriton një të mirë që ja bën burri, apo burri nuk e meriton një të mirë që ja bën gruaja, apo fëmia nuk e meriton një të mirë që ja bën nona edhe baba, edhe e kundërta, etj. Prandaj, çdo gjë në këtë botë, vllai i nderuar, bëje vetëm në emër të Zotit, për hir të Zotit, dhe mos prit mirënjohje, mos prit lavdata, edhe kime pa se sa i qetë kime jetu, dhe se Zoti ka thënë kush e jep një, ja jap 10 më shumë. Kaq ishte përgjigjja për juve. Kisha vdek, sot kur banju kisha ba, le të kthehet ajo vet, o dora e saj, o mu me mbra. Kisha vdek, sot kur banju kisha ba, le të kthehet ajo vet, dora e saj, o mu me mbra. Moj hapsane, rreth me tela, moj hapsane, rreth me
Oh nëna ime të shojë në Që edhe benzin. Pyetja është kështu, vllau për pyret, laknor, pa emër, përgjithshëm, përveçëm. Iqbale, a vepranon Zoti lutjet nëse mallkon zullumçarin? Shiko, Zoti në Kur'an thot lanetullahi ale dhalimin. Laneti, mallkimi i Zotit qoftë përmbi zullumçarin. Do me thonë që Zoti vetiu i ka mallku zullumçarët, ndërka që na si krijesa njeri nuk ka nevojë t'i mallkojmë të tjerët. Për shembull në surën Nisa, në surën Nahl, thot ata që i shkëpusin lidhjet familjare, mes veti, vlla me motër, motër me vlla, nana me fëmijët, fëmijët me motë, nanën, shok, lidhjet e ngushta familjare, thot Allahu Gjeleshanuhu e dërgon mallkimin në atë familje dhe e bën shkatrimin e shtëpive të tyre. Në surën Nahl e keni edhe një ligjërat timën që e kam bërë para 2 javë që ka titullohet Ndërprerja e lidhjeve familjare. Shkoni në kanalin tim në YouTube Iqbalu Huduti, aty do ta gjeni këtë video, pra ndërprerja e lidhjeve familjare. Zoti dërgon mallkim edhe shkatrimin e shtëpive të tyre. Ndërka që kur është në pyetje që dikush Zoti po mallkoj ka, po ne a duhet të mallkojmë. Kurse si, ne kemi shembull profetin Muhammed, i cili është dërguar, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, është dërguar si mëshirë për njerëzimin. Prandaj, edhe nëse vëllau yte, motra jote, familjarët e tu, dikush prej juve që nuk flisni mes veti, ata do ta kenë mallkimin dhe shkatrimin e shtëpive të tyre, ndërka që ju për ta duhet të kërkoni falje dhe duhet të falni, kurse si të mallkoni. Por në vend sepse madje nuk duhet lejoni që nëse keni marrë nuse në shtëpi dhe ajo e ka princip me mallku fëmijën, apo ju jeni vjehrit edhe nusja mallkon, kurse si mos ja lejoni ta bjerni kulturë të shëmtuar nga jashtë, sepse mallkimi është i caktuar, vetëm Zoti i mallkon zullumçarët. Ndërka që na mes veti, në vend se të dërgojmë mallkim në atë ufin që e kemi nga një lëndim që ja ka bë dikush, në vend të mallkimit thoni o Zot, vedisoje motrën tim, vllaun tim që janë në rrugë të gabuar. O Zot, falem mua, fal me mëkatet e mia, mos e lejo me mallku. Kur është në pyetje dushmani i cili është armiku yt, por nuk është i afërm yt, normal kërkon mallkimin nga Zoti. O Zot, ti dërgoje drejtësinë mbi këtë zullumçar. E drejtësia e Zotit është mallkimi i tij. Besoj se kam qenë e qartë, në vend të mallkimit dërgoni lutje, falje, sepse kur e mallkon dikon mallkimi e zemrës, 100% që sa është gabim. Mirë po, as është ma mirë një njeri i cili është dushmani jot, me i thonë o Zot udhëzoje këtë njeri, sa po e sheh që apo mbua. Edhe ndoshta në atë mlefin, në atë vujtje, në atë lëndimin ti që e ke, nëse ti e mallkon mallkimi ka me zonë, po dhe ti do të jesh një prej personave jo të dashur tek Zoti, sepse Zoti mallkon zullumçarët. Ne nuk e dim sa jemi të drejtë për me pa një zullum, një dëm, një të keqe që dikush ta ka bë. Prandaj thonë mallkimi e kërkon vendin. E nëse ne në vend të mallkimit e lusim Zotin, o Zot, vetë diesoje vllaun tim, motrën time që është në rrugë të gabuar, në atë momenti kur jemi mlefosur në vend mallkimit i dërgon lutje, faktikisht ti ndoshta nesër edhe armiku jot më i madh që e ke pas ai të bëhet mik.
As është më e mirë me kriju sa më shumë miq në këtë botë se sa armiq? Mendoni, Zoti në Kur'an 130 herë ka thënë, "Afala ta'qilun?" Pse s'po mendoni? Kur është pyetur Ademi a.s. A dëshiron të ta fali më spari intelektin apo fen, pra intelektin, arsyen e shëndosh, apo fen, Ademi a.s. ka thënë, o Zot më fal intelektin. Biraz daha farklı sanki onlar. Të mençurin, sepse kur jeti i mençur, kur je i ditur, kur je i arsyeshëm, feja flen te shpirti jot. Zakonisht ti kur je ignorant, kur je zullumçar, nuk e njeh fjalën e Zotit që ka thënë Zoti i mallkon ata zullumçarët, normal që ti nuk të bën edhe ajo feja që e ki nuk të bën dritë. Për shembull, albe Zoti na udhëzoft të gjithëve, kemi nevojë të gjithë për udhëzimin, prandaj përdore shumësin Alba, motër e nderuar, pa fytyre, pa foto e pa emër të sigurt. Ama plastik de değil. Përdore shumësin, sepse në Kur'an thuhet Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra në shumës, Zoti na udhëzoft albe, që se e din vetën që je shumë e udhëzuar, kërkoj falje, por nuk po e shoh atë. Bravo Andi, Sherifi i thot Andit. Ona diyor. Bravo be Sherif, gjithmonë be ti e kanë shoki im. Prej fillimit kur e kam hap TikTok-on nga struga. Të uroj shëndet, faleminderit të Roni. Şey ya annem ışıktan Dhe giderken çdo të mirë për ty dhe familjen tim. Miru pafshim, natën e mirë, ju dua shumë të gjithëve juve, vëllezër e motra të besimit islam dhe vëllezër e motra të krijimit, që jeni krijim njerëz, qofshi të krishter, ateist, pabesimtar, e të tjera e tjera. Ju dua fort, faleminderit shumë, natën e mirë.